24 persona janë arrestuar herët në mëngjes gjatë aksionit policor Lotos me qëra së shkatruar struktura kriminale nga rajoni Velesit, organizuesi së cilës përveç që edhe vetë ka shitur heroin dhe marihuan, si dhe amfetamin, ka vendosur edhe rjetës të shitëve në për disa qytetë në Maqedoni. Si që informoi në konferencën e sotme për shtyp Ministri i Punëve të Brendshme, Mitko Çavkov, janë kryer bastisje në 24 lokacione dhe tek po aq njerëz, prej të cilëve 11 në rajonin e Velesit, 4 në Shkup, 3 në Sveti Nikol, 2 në Koçan dhe nga një bastisje në rajonet Shtip, Kavadar, Gjevgjeli dhe Struk. Gjatë bastisjeve, theksoi Çavkov, janë gjetur dhe janë marrë rreth 5.500 euro, rreth 100 gram heroin, 160 gram përbërje kofein dhe paracetamol, peshore dhe paketime të heroinës dhe marihuanës të gatshme për shitje. Çavkov theksoi se në periudhën e kaluar janë realizuar edhe 2 raste të tregtisë pa lejuar me droga narkotike, në të cilët janë konfiskuar rreth 30 kg marihuan, 40 paketime të heroinës dhe 7 paketime marihuan. Janë parashtruar 14 padi penale kundër 20 personave, te të cilët është gjetur sasi më e vogël e drogës narkotike. Janë marrë 4 automobila dhe 2 motor, ndërsa nga fillimi i aksionit të rjeta deri më sot janë shqiptuar sanksione kundër vajtëse në vlerë prej 14.000 eurosh.